Çdo shenjë ka një dhimbje të fshehur. E vërteta që zguxojnë ta thonë. Secili prej nesh ka një dhimbje që nuk e tregon. Por çfarë është ajo që e rëndon shpirtin e secilës shenjë? Sot do zbulojmë të fshehtat emocionale që mbajmë brenda. Ndoshta do e gjesh veten më shumë se sa mendon. Dashi. Gjithmonë i fortë për të tjerët, por brenda vlon nga pasiguria. Lufton çdo ditë me ndjesinë se nuk është kurrë mjaftueshëm. Askush se sheh sa herë lodhet duke pretenduar se gjithçka është në rregull. Dhimbja e tij është që nuk ka kujt i dorëzohet pa u ndier i dobët. Demi. I qet në pamje të parë, por ka frikë nga humbja më shumë se ç'mendon kushdo. Mban gjithçka brenda dhe gëryhet ngadalë nga kujtimet që nuk i shprehu kurrë. Dhimbja e tij e fshehur është se njerëzit që do më shumë janë ata që i largohen më shpejt. Pine. Gjithmonë shfaqet si ai që argëton të gjithë, por kur është vetëm, përballet me zërin që e shqetëson. Frika e tij është të mos njihet kurrë për atë që është vërtet. Dhimbja që zguxon ta thotë. Askush nuk më kupton plotësisht. Gaforia. Shpirti më i butë, por plagët më të thella. Jep gjithçka pa marrë asgjë. Dhimbja e saj është ndjenja se e duam vetëm kur ka diçka për të ofruar. Ajo zguxon të thotë. Kam nevojë për dikë që të më zgjedh, edhe kur jam bosh. Luani. Gjithmonë i ndritshëm për të tjerët, por lufton në heshtje me frikën e refuzimit. Dhimbja e tij e fshehur është që ndonjëherë ndihet i padukshëm, edhe kur të gjithë e admirojnë. Ai zguxon të tregojë se shpesh pyet veten. A më do dikush për te i pamjes time? Virgjëresha. Perfeksioniste për të mbrojtur veten. Çdo kritikë e therthell, por nuk e tregon. Mban barën e të gjithëve, por harron të kujdeset për veten. Dhimbja që se pranon është. Jam gjithmonë në kontroll sepse ndryshe. Gjithçka do të rënohej. Peshorja. Kërkon paqe, por brenda saj luftojnë zëra që nuk pushojnë. Dhimbja e saj është që shpesh heq dorë nga vetja për t'i bërë të tjerët të ndihen mirë. E vërteta që zguxon ta thotë. Kam frikë se po humbas veten duke qenë gjithmonë e balancuar. Akrepi. Misteri është mburoja e tij. Dhimbja më e madhe është tradhtia. Jo vetëm nga të tjerët, por edhe nga vetja. Fshen ndjeshmëri ekstreme sepse çdo plagë i digjet më gjatë se ç'duhet. Ai zguxon të thotë. Kam nevojë për siguri, por kam frikë të kërkoj. Shigjetari. Gjithmonë në lëvizje, por shpesh ikën për të mos ndier. Dhimbja e tij është ndjenja se s'gjen dot një vend ku ndihet i përket. Ai bën humor, por pas çdo të qeshur e fshihet një boshllëk. E vërteta. Po kërkoj diçka që nuk di çfarë është. Pritari. I fortë, i ftohtë, por brenda ka një fëmijë që thërret për ngrohtësi. Dhimbja që nuk e pranon është ndjenja e vetmisë në majën e suksesit. Punon fort për të ndier i vlefshëm, por shpesh ndjen boshllëk. Nuk e thot. Dua dikë që më sheh për te i roli tim. Ujori. Shpesh i çuditshëm për botën, por ai mban një mendje të mbushur me mendime që s'mund t'i ndaj. Dhimbja e tij është ndjenja se askush se kupton vërtet. Zguxon të thot. Jam i vetmuar, edhe mes njerëzve. Zemra e tij kërkon lidhje të thella, por friksohet. Peshqi. Shpirt të ndërimtar që ndjen gjithçka më fort se të tjerët. Dhimbja që e brejnë është se të gjithë e quajnë të ndjeshëm, por askush nuk pyet si ndjehet vërtet. Ai e mban veten me shpresa që nganjëherë thërmohen. Nuk e thot, po përpiqem të mos mbytem brenda vetes. Nëse u ndjeve i përshkruar, nuk je vetëm. Dhimbja që fshehim është ajo që na bën njerëzor. Bëje share këtë video për dikë që ka nevojë të dëgjojë këto fjalë.